Valdet Bello është emëruar drejtori i ri i portit detar të Vlorës. Bello ka marrë emërimin në këtë detyrë të rëndësishme, ndërsa tashmë gjithçka është firmosur zyrtarisht dhe prezantimi i tij do të bëhet ditën e premte. Valdet Bello do të zvendsojë në këtë detyrë Ilir Banushin, i cili e drejtoi portin detar të Vlorës për një periudhë relativisht të gjatë, ku pati rezultate pozitive në drejtimin e kësaj shaje. Drejtori i ri i portit detar të Vlorës, Valdet Bello, përpara marrjes së kësaj detyre, ishte pjesë e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor në Vlorë. Tashmë Bello pritet të çojë më përpara punën e mirë dhe arritjen e treguesve ekonomiko-financiar në portin detar të Vlorës, të bërë edhe nga paraardhësi i tij. Emërimi i Bellos është bërë tashmë zyrtarisht në krye të portit detar të Vlorës dhe prezantimi do të bëhet në ambientet e SHA-s ditën e premte nga përfaqësues të bordit drejtues. Po ashtu me emërimin e Valdet Bellos në krye të portit detar të Vlorës do të marrë zgjedhje edhe çështja e pagave të punonjësve, pasi vendimi i parë që pritet që Bello të firmos në detyrën e drejtorit të ri të portit të Vlorës do të jenë pagat e punonjësve, të cilët pak ditë më parë e paraqitën shqetësimin e tyre edhe në institucionin e prefektit të Qarkut, për shkak se prej gati 2 muajsh janë pa paga. Ditën e premte Valdet Bello do të marrë detyrën e drejtorit të ri të portit detar të Vlorës, këtij institucioni shumë të rëndësishëm edhe për zhvillimin ekonomik të qytetit, dhe ku do të vazhdoj punën e mirë të bërë deri më tani për realizimin e treguesve ekonomiko-financiar të kësaj shaje.